sot në rubrikën Këshilla bujqësore do të flasim për të mirat që e ka sjellur shiu i këtyre ditëve dhe ditëve në vazhdim që do të kemi. Mirë, po njëkohësisht do të flasim edhe për pasurat e mundshme që do të vinë si rezultat e lagështisë së ajrit dhe treshave atmosferike në vazhdim që do të janë. Përparësia e madhe e këtyre treshave që ka rënë është sepse për një periudhë gjatë, ndoshta më shumë se një mujore, kemi pas mungesë të madhe të lagështisë. Pemt edhe pse veç fillun të bëjnë ballonin e lulës, ishte në fazën e ballonit apo të gonxhës më mirë shprehim, nuk kishte mundësi të lulojnë për shkak të thasisë shumë të madhe. Të thënë kohë, edhe gjethet e para që fillun të shpërthejnë, kishin mungesë për shkak të mungesës të lagështisë, fillun të dalin shumë të deformuar, shumë të lodhta. Në katë ti u mundeshe edhe ti u jetëshe, edhe ti mbroshe, lagështinë të mirën e shiut që e sjell, lagështinë e ajrit, nuk e mujt me përmirësu. Dhe si rezultat i kësaj, këto ditë për ditës djeshme, sot dhe ditëve në vazhdim, këto treshta që do të vinjen shumë të mirë se ardha. Dhe me thonë, freskohet bima, rritet lagështia, përqindja e lagështisë të ajrit, në tokë rritet koncentrimi i lagështisë, plehna që i kemi shpërnda ato nuk kanë mujt dhe tash më tretë, dhe me thonë ato tretën në bazë të acideve organike që i përmban toka mirë për një pjesë e plehnave do të tretë në bazë sasisë të ujit që e përmban toka. Për shkak se asaj mungesës sasisë të ujit, na ato plehna nuk kanë mujt për me u tretë, edhe si rezultat nuk kanë mujt me u transmetu as materiët ushqyese prej sistemit rrënjor deri në gjethe dhe anasjeltas. Dhe këtë kjo sasi e treshna që si masmatje të mija që i kemi bo këtu dikun kanë ra 27-8 litra për metër katror, kanë qenë të mirë se ardhura. Për pas të mirave që i kemi pas, gjithë pemtartë duhet me pas kujdes që të njëjtën kohë në lajmohen edhe shumë smundje, e sidomos kroma edhe hire. Është një koeficient që i themi 100. Çka është ky koeficient i 100? Ne të kenë kujdes shumë mirë bëjës le ta marrin parasysh. Se nëse temperaturat zgjasin për një kohë 20 shkallë Celsius dhe në rënd lagështia e nxjethe 5 orë, do me thonë 5 orë herë 20 shkallë, do me thonë e kemi mërri koeficientin 100. Në momentin kur të mërrijet ky koeficient 100, automatikisht në lajmohet kroma dhe hire. Sepse vetëm në këto kushte të lagështisë dhe temperaturave fillojnë me bie sporet e këtyre smundjeve. Nëse na ka ndodhur infeksioni, po edhe para se me ndodhë infeksioni, gjithmonë na duhet të marrim mosat preventive. Çka janë mosat preventive? Para se me na lajmu smundjet, gjithmonë do të shkojmë me mbrojtje. Si mbrojtje preventive gjithmonë udhëzohet me shku me 2 preparate. Një preparat që ka veprim kontakti, është si parambrojtës, edhe një preparat që ka veprim sistemik, nëse eventualisht, sepse këtu që kanë veprim sistemik e luajnë rolin edhe parambrojtësit, po edhe eventualisht nëse na ka ndodhur ndonjë infekcion, ka edhe veti kurative dhe çrënjosëse të smundjeve të cilat na kanë lëmruar në gjethe të femës. E tash, zakonisht preparatet që kanë veprim kontakti, na kemi preparatet që kanë bazë organike, po kanë bazë edhe organike organominerale. Një prej tyre kemi mankozebin, ose manfil, ose indofil, në varet, baza është mangan dhe zinc, edhe një pjesë e materjes organike. Ato kanë veprim kontakti, kanë rrëll parambrojtësh, e mbulojnë shumë mirë gjethen, edhe nëse lajmohet lagështia, atëherë nuk mund me mbi sporet dhe me depërtu në brendësitë e gjethet. Në të njëjtën kohë, nëse na ka ndodhur ky fakt, atëherë do të shkohet bashkë me të një preparat sistemik
që në fazat e hershme minerant nëzinet procesi i infekcionit edhe të eliminohet aje. Cilat e preparatet, dhe më thonë, preparatet që kanë veprim kontakte, për mena mankozebin, bazë dhe mankozebit, preparatet që kanë bazë të kaptonit, ose në bazë dodinës, se që është ka lloje preparate për bazë dhe kanë dodine. Ndërsa preparatet që kanë veprim sistemik, do t'i përmendesha që janë preparatet që kanë bazë triazoleve. Veprimi i këtyre preparateve është edhe preventiv, edhe kurativ, dhe me thonë shërus. Mirë për na gjithmonë duhet me pas kujdes me përdorë si mos preventive. Dhe me thonë, kanë triazolet, kanë strobularinet, gjitha këto preparate që mund me pas emrat ndryshme, që prodhojnë emrat i morën bazë kompanive për kahtë vinë, edhe këto kanë veprim sistemik që me to mund me pakofa probleme deri në fazën para vjelës, 2 javë, 3 javë para vjelës, lirisht mund me shku me këto preparate. Kjo është gjithë shka për këshillën bujqësore për këtë javë, ndërsa javën në vazhdim, ditëve në vazhdim, sipas nevojës shihemi përsëri.